Hej, përshëndetje. Sot në video në radhës do të flasim për sistemi monetar ndërkombëtar. Sistemi monetar ndërkombëtar përfshin tërësinë e marrëdhënieve monetare ndërmjet vendeve të ndryshme dhe normat juridike me anë të cilave këto marrëdhënie rregullohen. Sistemi monetar ndërkombëtar përfshin disa elementë si njësinë monetare ndërkombëtare, e cila duhet të kryejë funksionin si masë vlere, si mjet rezervë dhe si mjet i rregullimit të teprisave të bilancit të pagesave, kurset e këmbimit ndërmjet monedhave kombëtare, regjimin e qarkullimit valutor, rregullat e lëvrimit të madhrave, pagesat me jashtë e të tjerë. Sistemi monetar ndërkombëtar është i ngjashëm me sistemi monetar kombëtar të një vendi të caktuar, pasi të dyja këto sisteme përfshin marrëdhënie monetare dhe norma juridike për t'i rregulluar ato. Megjithatë, sistemi monetar ndërkombëtar ndryshon nga i kombëtar, pasi së pari, në marrëdhëniet monetare kombëtare, çdo shtet zbaton një politikë monetare të caktuar sipas interesave të veta ndërmjet njësisë së vet monetare, ndërsa në marrëdhëniet monetare ndërkombëtare nuk ka njësi monetare të vetme, por disa monedha kombëtare. Së dyti, çdo shtet ka një bankë që kryen funksionin e emëtimit të paras, kurse në marrëdhëniet monetare ndërkombëtare nuk ka një bankë që të emetojë paranë botërore. Kjo është e pamundur për shkak të zhvillimit të pabarabartë në vende të ndryshme. Rolin e etalonit ose të standardit monetar historikisht e kanë luajtur metalet e çmuara, kryesisht ari dhe argjendi. Ato e kanë fituar këtë rol objektivisht nga zhvillimi i procesit të këmbimit, duke formuar kështu bazën e sistemit monetar ndërkombëtar. Pra, në marrëdhëniet monetare ndërkombëtare të atëhershme, çdo monedhë kombëtare mund ta shprehë vlerën e saj ndërmjet përmbajtjes në ar. Më pas do të flasim për evoluimin e sistemit monetar ndërkombëtar. Koncepti standard monetar lidhet me natyrën dhe kushtet e emëtimit të paras së sistemit. Paraja e sistemit monetar quhet paraja standarde. Të jesh në një standard monetar të veçantë, do të thotë të kesh atë ose këtë formë të paras si para standarde. Për shembull, në standardin e arit, paraja standarde ishte ari, dhe gjatë evoluimit të tij, sistemi monetar ndërkombëtar ka përshkruar 4 standarde monetare. Standardin bimetalik, standardi monometalik, standardi i cunguar i arit dhe standardi i paras letër. Sistemi monetar ndërkombëtar dymetalik bazohej në bimetalizimin, i cili ka funksionuar për rreth 6 shekuj. Në këtë sistem qarkullonin lirisht monedhat prej ari dhe argjendi me peshë dhe emëtim të caktuar. Ato kryenin funksionin e paras si brenda një vendi, ashtu edhe ndërmjet vendeve të ndryshme. E dyta, sistemi monetar ndërkombëtar një metalik bazohej vetëm në përdorimin e arit në rolin e paras dhe quhej ndryshe edhe sistemi i standardit të plot të arit. Monedhat vlerësoheshin në bazë të përmbajtjes në ar. Ky sistem kishte këto veçori. Së pari, brenda shtetit lejohej të pritej lirisht vetëm ari. Në qarkullim, veç arit kishte edhe monedha argjendi, kartmonedha dhe monedha divizionare, por prerja lirë e monedhave prej argjendi ishte ndaluar. Kartmonedhat ishin lirisht të këmbyeshme me ar dhe pas një kufizim. Së dyti, eksporti dhe importi i arit ishte i lirë dhe pas një kufizim. Së treti, në këtë sistem kishte barazit të plot ndërmjet çmimit të metalit ar dhe çmimit të arit të monetuar, ndërmjet vlerës së kartmonedhave dhe çmimit të arit të monetuar, ndërmjet vlerës së arit, ndërmjet fuqisë blerëse brenda vendit dhe jashtë vendit. Pra ari ishte njëkohësisht edhe monedhë kombëtare dhe monedhë ndërkombëtare. Ky sistem që funksionoi për rreth 100 vjet ishte shprehje e qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të ekonomive të zhvilluara të asaj periudhe. Ai funksionoi deri në fillimet e luftës së parë botërore në vitin 1914. Standardi i tretë ishin format e cunguara të arit dhe të standardit të tij. Në këtë sistem monetar, rezervat e arit administrohen në mënyrë të centralizuar nga bankat qendrore. Prerja dhe qarkullimi i lirë i monedhave prej ari është i ndaluar. Ai përdoret vetëm për disa veprime
në marrëdhëniet e pagesave me jashtë. Kartmonedhat nuk mbehen me arë. Si mjet i rezervës, përdoret krahas arrit edhe një valutë. Fillimisht kjo valutë ishte sterlina angleze dhe më pas dollari amerikan. Roli i këtyre valutave shpjegohet me fuqinë ekonomike mbizotruese të këtyre vendeve. Kjo periudhë shtrihet ndërmjet luftrave botërore të viteve 1918 dhe 1939. Dhe standardi i fundit i sistemi monetar ndërkombëtar, i katërti, është standardi i paras letër. Ky është sistemi në të cilin paraja standarde përfaqësohen ndërmjet kartmonedhave të emituara nga bankat qendrore, të cilat e luajnë këtë rol me ligj. Shpesh kjo njihet si para e dekretuar ose ligjore. Çdo shtet ka paranë e vet, të sanksionuar me ligj, ndërmjet të cilët njerëzit e përdorin paranë letër për kryerjen e transaksioneve, por pa të drejtën e këmbimit me arë. Sot, asnjë kartmonedhë nuk është e këmbyeshme me arë, por ama sot ari kryesisht luan rolin e rezervës. Kjo ishte tema e cila folëm për sot. Do të shihemi me temën e radhës në videon tjetër.